Dua të pyes pak edhe për punën tuaj në NBA, je një komentatore shumë e mirë edhe shumë profesionale, por dua të pyes si u bëre pjesë e këtij rrjeti kaq të madh botëror që e lakmojnë të gjithë edhe amerikanët, jo vetëm shqiptarët. E vërtet, ka shumë konkurrencë, që ajo është mas pari në Amerikë, sidomos me televizion. E ke pasur ndonjëherë ëndër që komentosh ndonjë ndeshje apo si të erdhi mundësia? Është shumë funny se tonë menojnë që nashta e pas një dream, a goal me bë çet punë, po nuk u kanë. Kom këshirë çka muj me bë përmes sportit me nejt në pjesë në basketball. Edhe dikush më pa thonë, e dona pse s'pe këshirë me bë komentin se e ki personality, e kupton lojën, e din me analizu, tani thash okay, përvoj, se kom pas një herë vështirë me pranu që s'jam ma sportiste, s'jam kaluj ma basketball, e tash me ndru rolin, o kanë pak zar, po tash nuk muj me përmendu me bë diçka tjetër.